Atëherë, 55% kur i kemi bërë pra pyetjen a duhet vazhdojnë ndërtimi i resortit turistik në Zvërnec, 55% anojnë nga poja. 39.1% anojnë nga joja dhe 5.9% janë të dyzuar. Tani, jo më kot kam zgjedhur ngjyrën më roz këtu te 55%. Jo, nuk është koincident. Jo, do ta shpjegoj pse e kam zgjedhur. Sepse në fakt aty mbizotrojnë votuesit pra ata që kanë votuar vjet për Partinë Socialiste, por ka dhe për te tyre. Në me sondazhin e të hënës ishte pësoj diku 47-48%? Ajo ishte 47 atyre që kishin marrë pjesë votim. Këtu është e gjithë popullsia. E gjithë popullsia. Pra, përveç votuesve socialist, aty tra i 55% që 39% janë ata njerëz që votuan vjet. Aty ke njerëz që nuk votuan fare vjet. Ke njerëz që kanë votuar për parti opozitare. Madje ka dhe njerëz që kanë votuar për Partinë Demokratike aty. Te 55%. Po. Tani te 39, se do na ikë Albatrosi. Te 39 do mbrasë Ylli Arkiu. Te 39.1%? Te 39.1% që nuk mbizotron, nuk kemi në një mbizotrim. Pra, ke të gjitha lloje, ke edhe votues, edhe mos votues, edhe votues partish opozitar, ke edhe disa socialistë aty. Pra le të themi opinionesh që përzjer. Te 39.1% që politikisht nuk mund vësh. Po edhe te 55 prapë ka dominancë. Jo, mbizotron votuesi Parti Socialist. Po dhe 5.9%? 5.9% që është një gjë shumë e vogël për ta analizuar.